Këtu është horoskopi i shtunë 14 qershor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Dita e suksesshme dhe përfundimi i atyre ndryshimeve që jeni përpjekur të kryeni, megjithse me vështirësi. Kënaqësi të mëdha. Demi. Pavarësisht nga periudha shumë e vlefshme, kjo ditë lë pak për të dëshiruar dhe ju mund të ndiheni jashtë loje, të pamotivuar. Kushtojini vëmendje gjendjes fizike dhe ushqimit sepse stresi është shumë i larë. Ndihmoni veten me mendime pozitive. Binjaket. Një moment i lodhur sjell tension dhe në pjesën e dytë të ditës do të ketë një tension shumë të fortë. Kur jeni viktime e mërzisë, filloni të shikoni përreth jush dhe të kërkoni ndonjë emocion të ri. Gaforja. Sot është më mirë të shmangni polemikat. Dashuria zë një vend të dytë, por keni kujdes që të mos prishni një bashkim, do të ishte më e përshtatshme të arrini një kompromis. Luani. Tensioni është i fortë këtë ditë. Ju gjithmonë dëshironi të vraponi para kohe, të bëni diçka më shumë se të tjerët, por në këtë periudhë do të ishte e përshtatshme që të përmbani ndonjë egzagerim. Virgjeresha. Ndjenjat që ndjeni sot janë pozitive dhe nëse ka pasur blloqe në të kaluarën ato mund të kapërcehen, nëse në dashuri ka dikush që të ka bërë të vuash, më mirë vazhdo. Peshorja. Një nga ato ditë kur kthehesh keq, për asnjë arsye, por do të ndiheni si një i riq. Sot nuk ka kohë për të bërë asgjë, ju mund të ndjeheni të lodhur, të pamotivuar për arsye të parëndësishme. Akrepi. Në dashuri kjo është një ditë shumë e tensionuar, edhe çifte më të forta duhet të përpiqen të shmangin konfliktet për arsye të parëndësishme. Tani ju duhet të përpiqeni të gjeni një farë qetësie. Shigjetari. Njohje të herpashershme. Ne e dim që shigjetarët do të donin të jetonin si adoleshent, të përjetonin emocione dhe emocione që të lënë pa frymë. Bricjapi. Sot do të jetë e vështirë të qëndrosh i qetë, dikush do të përpiqet të zemëroj, mos u jep anën provokimeve. Maturia e dashuruar me dashin ose ujorin. Ujori. Është pikërisht dashuria ajo që jep disa dyshime, edhe nëse së fundmi keni jetuar së bashku, sot peshon një distancë. Kujdesuni për estetikën tuaj dhe ndiqni një sport. Peshqit. Dita do të rrjedh mjaft mirë. Në dashuri dikush do t'ju kërkoj. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.